Do të shkojmë në Kosovë, nderuar teleshikues, Mario Merori, gazetari ndodhet atje për të ndjekur nga afër procesin e votimit nesër për herë të katërt brenda aktiviti. Kemi zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Në që e kam Marion në lidhje, do të doja të kuptoni, Mario, përshëndetje, si është atmosfera politike vetëm një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare? Edhe përshëndetje, siç thash ju, ndodhem në Prishtinë për ndjekur nga afër zgjedhjet e katërta që do zhvillohen brenda një viti kalendarik, duke thënë këtu që kishim zgjedhjet e shkurtit fillimisht, më pas edhe zgjedhjet e nëntorit, zgjedhje komunale, balotazhin që u zhvilluan në nëntor, ndërsa kemi dhe zgjedhje që do zhvillohen ditën e nesër të parashikuara me datën 28 dhjetor. Është një klip politike, le të themi, e polarizuar në Prishtinë, pasi të gjitha forcat politike ditën e sotme, të paktën dy prej tyre kryesore, Lidhja Demokratike e Kosovës, e kanë mbajtur ditën e djeshme për mbylljen e fushatës së Prishtinë, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizjeve Vendosje e kanë parashikuar ditën e sotme për të përmbyllur fushatën pikërisht në Prishtinë. Para krave të mirë në sheshin Skënderbeu do të jetë Albin Kurti, kryeministri në detyrë i Kosovës, ai që do të përmbyll edhe fushatën për lëvizjen dhe partinë që ai drejton në këto zgjedhje. Ka qenë një situatë, le të themi, që është karakterizuar nga tone të tepër politike nga të gjithë partitë që janë përfshirë, por edhe gjithë liderët politikë që garojnë në këto zgjedhje, pasi të gjithë prej tyre, shumica prej tyre, por edhe liderët e tyre kërkojnë që të marrin shumicën e nevojshme për të kaluar ngërçin politik që është shoqëruar prej shumë muajsh Parlamenti i Kosovës për të konstituuar kuvendin, për të pasur numrat e nevojshëm dhe për të pasur një qeveri funksionale, gjë që ka munguar të paktën nga ajo që ne kemi parë në muajt e kaluar për të arritur në Republikën e Kosovës. Jemi në këtë klimë, jemi në këtë atmosferë, ka shumë lëvizje në Prishtinë, ka shumë njerëz që ndodhen në bulevardin ku ne ndodhemi dhe jemi duke zhvilluar këtë lidhje, por presim se çfarë do të ndodhë ditën e nesërme, a do të reflektojë kjo pikërisht edhe në qendrat e votimit që janë ngritur në të gjithë Republikën e Kosovës, në të gjitha komunat, por duhet thënë Eda që ditën e sotme ka vijuar procesi i votimit, jo në Republikën e Kosovës në hapësirën e saj zyrtare, por në diasporë, pasi është votuar pikërisht në 16 ambasada, 13 konsullata dhe drejt voti për të votuar kanë aplikuar fillimisht nga diaspora 84.000 persona, ndërsa vetëm 76.000 prej tyre kanë arritur që të miratohen kërkesat për të votuar. Ka qenë një proces që ka vijuar i qetë deri në këto momente, të paktën referuar kjo nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Të presim edhe verdiktin final që do të jetë edhe ditën e nesërme, ku të bëhen dhe të bashkangjiten këto vota së bashku me rezidentët që ndodhen në Republikën e Kosovës, për të parë se çfarë ka prodhuar dhe se çfarë kanë kërkuar diaspora e Kosovës dhe cili ka qenë vullneti i tyre. Po ndërkohë të doja të ndaleshim pak se takon pritshmërive kryesore, nëse ke mundur të kuptosh apo të nuhasësh, nëse ka pasur sondazhe të cilat kanë bërë një lloj vlerësimi, si do të dominojë nesër në aspektin politik rezultati zgjedhor. Çfarë presim të kemi nga zgjedhjet e nesër? Eda, ashtu siç ndodh gjithmonë, sondazhet të pavarura zhvillohen pikërisht para zgjedhjeve për të parashikuar se çfarë do ndodhë, cili do të jetë fati i partive politike në zgjedhjet që do të mbahen. Ka të paktën gjithë sondazhet bien dakord që Lëvizja Vendosje do të jetë forca e parë në këto zgjedhje, ndjekur më pas edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, por pritet shikojmë nëse Lëvizja Vendosje do të ketë numrat e duhur për të formuar e vetme qeverinë, gjë që mungoi edhe në konstituimin e kuvendit më herët, pasi duhet të kujtojmë që edhe në zgjedhjet e shkurtit Lëvizja Vendosje ishte partia që grumbulloi më së shumti vota dhe kishte më së shumti deputet, por nuk kishte numrat e saktuar të deputetëve dhe ulësve në kuvend për të formuar e vetme qeveri. Kjo të paktën sa i takon edhe sondazheve. Duhet gjithashtu shikojmë interes të zgjedhje, pasi edhe në muajin mars, në pranverën që vjen, do të kemi edhe zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re të Republikës së Kosovës dhe duhet që të kemi akoma më shumë vota dhe një konsensus më të madh politik brenda kuvendit, në mënyrë që mos rrezikojmë përsëri, edhe nëse do të kemi një qeveri të brisht,
paktën kështu është komentuar edhe nga analistët në Kosovë, që të kemi një qëndrueshmëri, pra një konsensus politik sa i takon zgjedhjes së presidentit ose presidentes së re të Republikës së Kosovës, që mos rrezikojmë që të shkojmë përsëri në zgjedhje të tjera të parakohshme. Kjo është ajo që po shikohet me interes dhe është ende pa qartë, por do të shohim ditën e nesërme se cili do të jetë vullneti politik edhe i qytetarëve që kanë vendosur ata në mënyrë që të shohim dhe se si do të formohet qeveria e re. Ka një shpresë të madhe nga partitë politike, sidomos nga lëvizjeve vendosje sa i takon diasporës, jo vetëm diasporës që ndodhet jashtë territorit të Kosovës, por edhe qytetarëve që kanë ardhur pikërisht në Kosovë, duke qenë se jemi në vigjilje festash dhe ka një numër të lartë të tyre që ndodhen në Republikën e Kosovës, në territorin zyrtar të saj. Kjo ka qenë fakt edhe një anketë, le të themi kështu, edhe nga partitë opozitare sa i takon dekretimi që bëri më herët edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke pretenduar se pikërisht kjo datë do favorizonte lëvizjeve vendosje, pasi një numër konsiderueshëm të shtetësve kosovar që ndodhen jashtë territorit të Kosovës vinë për festa në Kosovë dhe pritet që të ketë një lloj ndryshimi të rezultatit krahasuar dhe me zgjedhjet e shkurtit, por gjithsesi do të jenë edhe votat ata që do ta dëshmojnë se çfarë dhe cili ka qenë vullneti i qytetarëve të Kosovës, si ata që janë rezident këtu, si ata që janë në diasporë, për të parë nëse do të kenë, siç e thash, numrat e nevojshme një secila nga forcat politike për ta krijuar e me qeverin. Ndërsa flitet po ashtu që paktën partitë opozitare më herët, siç janë Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Adhërinë e Kosovës, nëse mund që të formojnë një qeveri dhe një koalicion mes tyre, pra partitë opozitare, nëse do të jenë sërish opozitare, të krijojnë një koalicion për të formuar vetëm me qeverin, po prap edhe analistët këtë gjë e shikojnë që do të jetë një qeveri e brish pikërisht për zgjedhjen e presidentit, ndaj edhe këto zgjedhje shikohen me interes tepër të madh, jo vetëm nga shtetasit e Kosovës, por edhe ndërkombëtarët që kanë pas një vëmend të shtuar, le të themi, ndaj Kosovës të periudhë. E solle në vëmendje dhe të gjithë e dimë që sot diaspora voton. Si është vlerësuar nga analistët ndikimi i kësaj vote në rezultatin final? Ju e prekët Eda, edhe diaspora voton ditën e sotme, është një proces që unë e thash dhe pak më herët është duke vjuar normalisht në të gjitha ambasadat dhe konsulatat ku është duke ushtruar ky lloj procesi, ka një lloj ndikimi sa i takon numrit që ata janë përfshirë në këtë proces, siç e thash janë 76.000, por pritet dhe të shikohet se si do të ndahet. Pra se cilës force politike do të takojnë këto vota dhe cilët do të jetë vullneti i tyre. Ka një shpresë nga lëvizjeve vendosje që numri më i madh i diasporës do të jetë pikërisht për ta, votat do të shkojnë për ta, për të krijuar kështu një qeveri solide, por nga ana tjetër dhe opozita shpreson. Thashë është ende e paqartë, neve kemi parë që edhe në zgjedhjet komunale që zhvilluan pak më herët në muaj tetor kishte një lloj vlere edhe vota e diasporës së Kosovës në komunat të saktura, sidomos në ato komuna që shkuan në balotazh, por presim të shikojmë se si do të jetë ky verdikt ditën e nesërme në zgjedhjet parlamentare që zhvillohen, janë zgjedhjet e jashtëzakonshme, ju e thatë pak më herët, duke qenë se po zhvillohen të dyta brenda një viti, për të parë se cili do të jetë vullneti i diasporës dhe ku ata kanë dominuar me vullnetin e tyre dhe të shikojmë nëse do të jetë përcaktuese për secilën parti politike, subjekt politik që janë përfshirë në këto zgjedhje për të ndikuar ndoshta në një numër më të shumtë të deputetëve në ato komuna që shpeshherë ka edhe një lloj polarizimi politik dhe nuk është bastion për një forcë politike të saktuara, siç ka ndodhur edhe në zgjedhjet komunale që u zhvilluan. Thash që këto janë interes dhe shikojmë interes si nga analistë politik, por edhe qytetarët e Kosovës, pasi është një situatë politike që nuk i shërben as atyre, duke qenë se neve pam edhe ngërçin politik që u krijua me mosformimin e institucioneve, ku nuk u alokua edhe buxheti për vitin e ri, çka u ishte në mënyrë kapilare ushtri në të gjithë mënyrën dhe jetesën e Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. Shohim nëse kësaj herë vullneti i tyre do të jetë që mos kemi sërish një ngërç politik, apo do të jemi përsëri në të njëjtën klimë, përsëri në të njëjtën situatë dhe do të shohim përsëri prapë se çfarë do të ndodhi, duke qenë se po kalojmë, fakti kështu komentohet edhe nga analistët politikë në Kosovë, do të kalojmë nga një president në tjetrin dhe janë raste dhe situata që as këta nuk janë mësuar dhe po përballen për herë të parë, paktën me këtë lloj klimë politike. Përkohë nga informacionet që kemi deri në momentin që flasim, si ka ecur procesi votimit sot në diasporë?
ka patur probleme, kanë qenë gjithçka në rregull për gjithë ata që kanë shkuar e do të ushtrojnë të drejtën kushtetuese të votës për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Si ka ecur si proces sot? Eda është një proces që ka vijuar duke nisur nga ora 7 të mëngjesit, do të përfundojë në orën 19 të mbrëmjes. Vletët e votimit janë dërguar me postë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më herët. Nuk ka pasur problematika sa i përket këtij zhvillimi, po ashtu janë drejtuar ata persona 76.000 paktën janë miratuar kërkesat për të votuar në këto konsullata, në këto ambasada dhe për të shtruar të drejtën e tyre të votës. Nuk dihet se sa është numri i tyre deri në këtë moment, pasi edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka referuar të plota, presin edhe orën 19 për të bërë dhe verdiktin përfundimtar të pjesëmarrjes së diasporës që është regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje. Nuk ka pasur problematika, të paktën referuar dhe të komunikuara si nga mediat, por edhe nga ambasadat dhe konsullatat që janë duke zhvilluar ky proces. Është një proces që po vjen i qetë, duke qenë se nuk është hera e parë që zhvillohet në këtë lloj forme. Edhe në zgjedhjet komunale kishim po të njëjtën formulë votimi në këto ambasada dhe këto konsullata dhe qytetarët në këto vende janë mësuar se si votohet dhe të gjitha mënyrat e aplikimit, por edhe votimit që bëhet në këto vende. Presim se cili do të jetë vullneti i tyre, nëse do të jetë pikërisht, siç e them dhe pak më herët, do të jetë më i lartë se sa në zgjedhjet komunale ku ata u përfshin në këtë proces, ose do të jetë pak më shumë, duke ju referuar edhe shifrave që janë depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe të shohim nëse pikërisht vota e tyre, siç e tha dhe ju më herët, do të jetë përcaktuese në rezultatin final për parë se cila nga partitë politike do të ketë sa më shumë deputet për të formuar qeverinë e re të Republikës së Kosovës, ndoshta e vetme, ndoshta dhe në një formë koalicioni më pas. A bëjmë dot, Mario, një vlerësim të fushatës elektorale, e cila ishte dinamike, ishte shkurtër për shkak të kohës në cilën vendos data e datës së shpallur, cilat kanë qenë temat kryesore që kanë dominuar në diskurin politik të fushatave elektorale, nga secila prej partive, cila prej tyre ka organizuar më mirë? Pra mund të bëjmë një lloj reflektimi mbi këtë fushatë elektorale? Eda fatet të përcaktuara më herët kanë bërë që forcat politike dhe subjektet kryesore politike në Kosovë, i referohemi 4 prej tyre: Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëvizjeve Vendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partitë Demokratike të Kosovës. Ka dashur fati që të kalojnë nga një fushatë në tjetrën, referuar këtu edhe zgjedhjeve komunale. Për ta, duke qenë se fushatat ka qenë të shpeshta, e kanë pasur dhe më të shqetësishme, por edhe më të qartë idetë e tyre politike, të paktën referuar 3 forcave kryesore politike në Kosovë: Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëvizjeve Vendosje, por edhe Partisë Demokratike të Kosovës, duke se qasja e tyre ka qenë e njëjtë. Albin Kurti, kreu i lëvizjes dhe vendosja, është përshëndruar pikërisht në 3 shtylla në këto zgjedhje: sigurinë, ekonominë, por edhe energjinë. Është parë nga të treja forcat politike, sidomos energjia si një fokus i veçantë dhe në shtyllën e tyre programore sa i takon kësaj fushate elektorale, duke qenë se ka pasur problematika më herët dhe e kanë parë si një nga fushat që duhet të ndërhyrë me patjetër. Infrastruktura po ashtu është parë nga të treja forcat politike si e nevojshme për të zhvilluar më tej, për të lidhur qytetet e Kosovës, për të pasur edhe një frym ekonomike akoma më të volitshme, është thënë kjo nga të 3 krerët, si nga Albin Kurti, si Lumira Digjiku, po ashtu edhe nga Bedri Hamza, kreu i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Pikërisht këto ka qenë dhe shtyllat dhe programi i tyre elektoral që janë përqendruar ditën e djeshme, siç e thash edhe pak më herët, në Prishtinë. Ka përmbyllën fushatën e tij Lumir Abdixhiko, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe ai pikërisht u dal në këto 3 shtylla: në sigurinë, në ekonomi, por edhe energjinë. Siguria dihet tashmë problemet që ka pasur Kosova më hershëm. Kujtojmë këtu situatën e Banjskës, por edhe problemet që ka pasur në veri të Kosovës dhe kërcënimi, duhet thënë, serb që ka qenë gjithmonë ndaj këtij shteti, ndërsa po ashtu ekonomia është parë si një nga frymat dhe një nga sektorët kryesor që duhet të ndërhyrë, që duhet të rritet, që qytetarët e Kosovës të kenë akoma më shumë edhe të ardhura, por edhe shërbime në të gjitha fushat, ndërsa është parë me interes, duhet thënë, nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe stabilizimi i marrëdhënieve me ndërkombëtare, sidomos me Bashkimin Evropian, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një qasje të njëjtë ka pasur dhe Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa
të aspekt lidhja ndjes lëvizjeve vendosja e ka parë dhe ka prekur më pak, por duke parë tonet më të buta që ka pasur Albin Kurti ndaj ndërkombëtarëve këto kohë, analistët politik të Kosovës e kanë parë si një qasje të tij për të afruar me ndërkombëtarët. Duhet thënë që para pak javësh po ashtu Kosovat ju lehtësuan dhe masat e ndërmarrë dhe seksionet e ndërmarra nga ndërkombëtarët në fushat të ndryshme, po ashtu alokuan dhe fondet që ishin pezulluar, dhe kjo është parë si një afrim i zotit Kurti me ndërkombëtarët. Sa i takon këtij aspekti, ky ka qenë zhvillimi kryesor dhe programet e tyre politike, ndërsa sa i takon parregullsisë, ka pasur vetëm disa të referuara nga Komisioni Shëndror i Zgjedhjeve, sidomos për lëvizjen vetvendosje, dhe kjo për zyrtarët e lartë, sidomos ata që janë në qeveri, ministrat, ku në 2 raste të referuar nga Komisioni Shëndror të Zgjedhjeve, zyrtarët e caktuar kanë përdorur edhe zyrat e tyre shtetërore për fushat elektorale. Këto janë referuar edhe në Komision Shëndror të Zgjedhjeve, ku janë marrë dhe masa, është zgjobitur lëvizja vetvendosje pikërisht për këtë aspekt, me një gjobë që është vendosur nga Komisioni Shëndror i Zgjedhjeve, por vetëm këto kanë qenë problematikat e referuara. Ditën e nesërme nga Komisioni Shëndror i Zgjedhjeve po shihet si problematike vetëm mungesa e energjisë në disa prej komunave. Presim të shohim se çfarë do ndodhi, duke qenë se siç e thash flitet për ditën e nesërme, por kjo është referuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që sot, ndër problematika që parashikohen që ndodhin gjatë ditës së nesërme, ku është parashikuar po ashtu edhe të zhvillohet votimi në të gjithë Republikën e Kosovës. Çfarë roli po luajnë media dhe rrjetet sociale në këtë ditë të fundit të fushatës, le themi, duke qenë se nesër jemi për votim? Edhe mediat e kanë pasqyruar thuajse të gjithë fushatën nga partitë politike kryesore që janë duke zhvilluar një fushatë intensive, kjo edhe për shkak të kohës që ata kanë pasur në dispozicion për të marrë pjesë dhe për të bindur qytetarë për të votuar për secilin nga partitë që ata përfaqësojnë. Është përfaqësuar dhe është pasqyruar e saktë në media e gjithë dinamika e tyre. Kjo edhe nga ata të cilët kanë ardhur pikërisht për këtu në Kosovë, si ndërkombëtarët, OSBE-ja, edhe avokati i popullit me institucionet e saj ndodhen në terren për të monitoruar pikërisht këto problematika që janë nga pasqyrimi mediatik, por edhe pakënaqësitë që mundohen gjatë procesit të votimit. Media ka qenë, le të themi, e paanshme në raportimin e tyre, ka qenë edhe koha televizive që parashikohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e saktë sa i takon edhe ndarjeve të subjekteve politike që garojnë në këtë garë. Nuk ka pasur problematika të referuara, po ashtu nuk ka pasur as pretendime nga forcat politike nëse mund të ketë edhe një lloj parregullësie nga ana e mediave në pasqyrimin e tyre mediatik sa i takon kësaj fushate zgjedhore dhe këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare që do zhvillohen me 28 dhjetor. Presim të shohim nëse do të ketë një raport përfundimtar pas zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sa i takon monitorimit mediatik, po deri në këtë moment që ne flasim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka referuar asgjë, të paktën siç e thash, edhe partitë e përfshirë nuk kanë pasur pretendime nga njëra tjetra nëse ka pasur parregullësi ose mungesë koherente dhe raportimi, pasqyrimi nëpër mediat e caktuara që kanë edhe detyrim ligjor që caktohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për raportimin e saktë dhe pasqyrimin e kohës që ata do të kenë në secilin prej mediave të përfshira dhe mediumeve mediatike. Kosovë si gjithmonë ka një plan masash sigurie për të siguruar e mbështetur mbarvajtjen e gjithë procesit. Do të dinim cilat janë këto masa që janë ndërmarrë, ndërkohë a ka shqetësime për incidente apo situata të cilat mund të ndodhin gjatë ditës së diel, nesër? Duke qenë se jemi thuajse më pak se 24 orë nga zgjedhjet që pritet të zhvillohen ditën e nesërme, janë marrë masa si nga policia e shtetit, po ashtu edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi ditën e sotme janë shpërndarë në të gjitha qendrat e votimit dhe vendvotimet edhe materialet zgjedhore. Kjo është bërë me anë të forcave të shumta policore në secilin prej vendeve ku do të votohet, pra fletat e votimit që ka shkuar në këto qendra, gjithë materialet zgjedhore kanë qenë të shoqëruar po ashtu nga një numër i lartë të forcave policie. Ka një vëmendje të shtuar sidomos në veriun e
e Kosovës nga forcat policore, pasi aty zakonisht ka pasur incidente të shtuara dhe pretendime nga forcat politike të përfshira. Kujtojmë që në zgjedhjet komunale pati pretendime si nga Lëvizja Vetëvendose, nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alanca për Atëmërinë e Kosovës, se partitë serbe në këto komuna me shumicë serbe në mënyrë të organizuar mblidheshin në qendër të komunave të tyre dhe shkonin të organizuar dhe në grup drejt qendrave të votimit. Kjo është parë si një problematikë, është referuar po ashtu edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se takon zgjedhjeve komunale që zhvilluan në muajin tetor, po ashtu edhe në balotazhin e nëntorit. Presim të shohim nëse do të ketë një dinamikë të shtuar, në masat shtuara pikërisht në veriun e Kosovës dhe në komunat me shumicë serbe për të mos pasur situata të tilla. Megjithatë, sa i takon këtij zhvillimi të pretendimeve që ka pasur partitë politike të Kosovës, partitë që janë të formsuara nga shumica serbe e kanë konsideruar si gjë normale vullnetin e tyre, pasi ata e kanë një mënyrë të votuar atë gjë dhe nuk është parë nga ata si një problematik. Do të shohim, siç e thash edhe pak më herët, nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë ndonjë masë sa i takon këtij aspekti, ose gjithçka do të kalojë normalisht, njëjtë siç kaloi edhe në zgjedhjet e kaluara komunale që zhvilluan pak më herët. Ndërkohë, cili është mesazhi kryesor që vjen nga Prishtina për qytetarët që do të marrin pjesë nesër në proces zgjedhor? Të paktën Eda, siç e thash, nga partitë kryesore politike të përfshira në këto zgjedhje, i referojmë përsëri atyre tre më të mëdhaja, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëvizjes Vetëvendose dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Thirrja e tyre ka qenë për qytetarët që dalin masivisht për të votuar. Kjo u tha edhe pak më herët nga kryeministri i detyruar i Kosovës Albin Kurti. Ai gjatë një interviste që ka pasur me një nga mediat ndërkombëtare që ka ardhur në Prishtinë për të ndjekur nga afër pikërisht këto zgjedhje, ka bërë thirrje që qytetarët të dalin masivisht për të votuar, për të shprehur vullnetin e tyre, për të dhënë atë kontribut me votë që do të përkthehet më pas në të mirat publike, do të përkthehet në institucione më të shëndetshme, do të përdoret dhe të përkthehet po ashtu edhe në institucione akoma dhe më funksionale këtu në Republikën e Kosovës. Thirrja e tyre, paktën nga të treja forcat politike kryesore, ka qenë që të marrin pjesë masivisht në zgjedhje dhe të përfshihen sa më shumë në këtë proces, një proces demokratik që do të zgjidhte një krizë le të themi që është krijuar për muajsh në Republikën e Kosovës dhe nuk ka gjetur zgjidhje as me konsensus politik. Kemi parë që ka pasur seanca të shumta në Kuvendin e Kosovës për formimin e qeverisë, pati po ashtu vështirësi edhe për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Qeveria nuk u formua, secila nga partitë synon që të marrë shumicën e nevojshme për formuar dhe për të pasur një qeveri solide, ndaj dhe thirrja e tyre është bërë drejt qytetarëve që të kenë një numër sa më të madh votash për të pasur numrat e nevojshme në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të kenë po ashtu edhe një qeveri solide dhe të shëndosh. Presim të shohim se çfarë do ndodh ditën e nesër, nëse thirrjet e kryetarëve dhe liderëve të forcave politike do të shkojnë në veshin e qytetarëve dhe ata do dalin masivisht për të votuar, por nga analistët politikë në Kosovë shikohet që ka edhe një lloj, le të themi, një lloj sabotimi nga qytetarët për të votuar, një lloj neglizhimi të tyre për të marrë pjesë në zgjedhje. Kjo është parë, siç e thash, edhe nga zgjedhjet komunale ku pati një numër jo siç partitë politike e prisnin të pjesëmarrjes së tyre, u pa dhe në zgjedhjet e shkurtit. Presim të shohim se çfarë do të ndodh nesër dhe duhet thënë që shpresa e të gjitha këtyre forcave politike është tek diaspora, si nga diaspora që do të votojnë nga jashtë Republikës së Kosovës, por edhe ata shtetas të Kosovës që ndodhen jashtë territorit të Kosovës, por ndodhen në këto ditë në Kosovë për të takuar familjarët e tyre, me shpresë mos shkojnë edhe ditën e nesërme për të votuar dhe për të pasur një ndryshim rezultati. Këto janë të paktën mesazhi politik më i fortë që është nga liderët kryesorë të partive të përfshira. Faleminderit Mario për raportimin, do të kemi mundësi të lidhemi sërish, të uroj punë të mbarë sot e nesër e do të flasim sërish për çdo të re që do të jetë përgjatë këtyre 2 ditëve. Faleminderit.